Mirë mbrëma, jemi mësuar të shihemi të premten, por për hir të impenjimeve të softuarës së sotme, e afruam live-in në ditën e hënë. Megjithatë ka pak rëndësi ka të gjejmë një orë për veten. Ashtu siç është edhe emri i live-eve që bëjmë së bashku, një orë për veten, sot i dedikohet vajzave të cilat kanë një guxim, kanë vullnet, nuk marrin parasysh se çfarë sfidash mund të kenë përpara, por kanë një iniciativë në kokën e tyre dhe e çojnë atë drejt suksesit. E tillë është sot Amantja, që do të na mësojë disa sekrete se si mund të ngrejmë një biznes online, sa e thjeshtë është, sa vështirë është dhe si mund të menaxhosh jetën tënde private, po themi, dhe karrierën në një vend të huaj. Unë pres që Amantja të vendoset në live bashkë me mua, e pash që ka hyrë në linjë, të lutem Amantja bëj vetëm join, dhe request join më fal në mënyrë që të pranoj dhe të jemi të dyja bashkë. Sa po e bëre, vetëm. Megjithatë, sa të lidhemi me Amantjen, unë të doja që ju të bënit pyetje nëse do të kishit. Sigurisht, mirë është të qëndrojmë në vendin tonë, të krijojmë këtu bizneset e të tjera me radhë, por ndodh që jeta na çon në një shtet të huaj. Dhe aty është zgjuarësia se si mund të qëndrojmë të lidhur me vendin tonë, duke patur mundësinë që edhe të krijojmë të ardhura monetare, por nga ana tjetër edhe të mbajmë lidhjen gjallë me njerëzit në Shqipëri. Si kundërpothoja, Amantja është një vajzë e cila njihet ndryshe Ami Recip, sepse faqen e saj të Instagramit e ka të tillë dhe njihet për recetat që ajo shpërndan me vajzat e reja, por me të gjithë njerëzit, dhe patjetër tani ka marrë një iniciativë e cila lidhet me shëndetin në tërësi duke bërë aktivitet fizik, por në kushte shtëpie, sepse shumë prej nesh nuk arrin dot të shkojnë ndoshta në palestër apo të le të themi në pilates e të tjera me radhë, por ja që ekzistojnë platforma të tilla si ajo e Ami Recips, e cila mund të na ndihmojë të bëjmë aktivitet në kushte shtëpie dhe të jemi njësoj në formë, mjafton që ne të kemi vullnet. Përshëndetje Ami. Hello. Përshëndetje, uroj shumë që ti mirë, një mbrëmje të këndshme. Patjetër që po, me gjithë energji që jep ti, patjetër që do ta kemi. Isha gati. Shumë mirë, ti të kam? Shumë mirë. Shumë mirë. Ja, do të them në vazhdimsi të live se çfarë isha duke bërë deri tani para se të futeshim live, që ta kuptosh domethënë se çfarë sa aktive kam qenë përgjatë ditës. Sa dinamike, patjetër që po përgjithsisht me thënë drejtën unë rrethohem nga njerëz që gjithmonë e kanë dhe sekondin të kronometruar dhe realisht më pëlqen kjo gjëja se në fund të fundit energjia na mban gjallë. Domethënë kam ardhur në një moment të fundit, thash do ta kap dot apo jo, domethënë 54 kanë qenë te dera dhe tani jam live, sepse është një kaos e gjithë dita me trafikun e tjerë. Po i thoja edhe audiencës, Ami ne kemi një vajzë e cila nuk ka parë sfida, po ka parë zgjidhje në gjithë këto sfida dhe secilën prej tyre e ka kthyer në një mënyrë për ta bërë sukses. Ndonjëherë ne mendojmë që suksesi është të jesh i famshëm, të njohin gjithë etj, por në fakt, të paktën në këndvështrimin tim, jo patjetër suksesi është të jesh i famshëm, suksesi është që ti çdo ëndër që ke patur, ti ke gjetur rrugën për ta zgjidhur dhe për t'ia dalë mban, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme është të përcjellësh të njëjtin mesazh tek të tjerët, sepse okay, gjithë secili nga ne mund ta bëj suksesin në punën e vet, por sa empatik është dhe sa dëshirë ka për ta shfaqur, për t'ia mësuar dhe të tjerëve këtë gjë, për të mos u bërë egoist në atë guackën e vet të arritjes së gjërave. Nëse ka një gjë të bukur në jetë është ndarja me miq e gëzimeve, sepse në fund të fundit gëzimi është një energji shumë e mirë dhe në momentin që ne ndajmë nga 1 bëhemi